Transfermarket është i specializuar për vlerësimet e lojtarëve në treg. Këtë muaj ra në sy rritje të Anis Mehmetit dhe Ernest Muçit, respektivisht me 14 dhe 11 milion euro. Së fundmi është publikuar vlera e përditësuar edhe për Brojen. Bie në sy sulmuesi kombëtares që ka humbur 2 milion euro të tjera. Tashmë është në kuotën e 8 milion eurove dhe renditet i pesti nga lojtarët e kombëtares. Vendi i tij qëndron pas Mehmetit, Aslanit, Muçit dhe Dakut. Për Brojen është vlerësimi më i ulët që pas moshës 19 vjeçare. Në dhjetorin e vitit 2021, ndërsa luante me Southamptonin, vlera e tij ka përceu në 9 milion euro. Ajo periudhë kujtohet me nostalgji pasi bënte mjaft mirë në Premier League. Armando Broja pritet të rikthehet me skuadrën e Burnleyt pikërisht më 16 mars. Kjo është data që raportohet së fundmi, ndërsa tregohet se Broja do të humbasë takimin me Bournemouth për javën e 30 të Premier Ligës. Hera e fundit në fushë ishte më 7 shkurt. Broja vendosi kështu në dyshim praninë e tij për duelin me Poloninë në transfert. Bëi fjalë gjatë kësaj kohe për një dëmtim të vogël që është shkaktuar nga një goditje ose përplasje. Fakti është se informacioni nga Burnley ka qenë i cunguar. Fillimisht u fol sikur bëhej fjalë për një zgjedhje të trajnerit Parker për ta lënë jashtë. Tashmë rezulton se e gjitha erdhi nga një dëmtim. Gjasat janë që të shikohet ndaj ish klubit të tij, Fulhamit, më 21 mars. Trajneri Silvinho ndërkohë po punon me listën e kombëtares. Broja është një nga emrat që konsiderohet pjesë e saj. Kombëtaria shqiptare do të luajë pas pak javësh 2 ndeshje shumë të rëndësishme në kuadër të Kupës së Botës. Për herë të parë në histori kuqezinjt janë kualifikuar për në play-offin e botrorit, aty ku na pret një rrugtim i vështirë. Fillimisht Shqipëria do të përballet me Poloninë në datën 26 mars në Varshavë dhe duhet një fitore historike për të pasur mundësi që të luajmë në finalen e madhe kundër fituesit të çiftit Ukrainë-Suedi, sfidë që do të luhet në Stockholm ose në Spanjë. Trajneri brazilian Silvinho është rikthyer prej javësh në Tiranë dhe ka nisur përgatitjet për këtë rrugtim. Krahas vëzhgimit të lojtarëve të kombëtares që mund të jenë pjesë e skuadrës në play-off, Silvinho dhe stafi i tij po studiojnë dhe rivalet me të cilët do të përballemi. Trajneri kombëtares së bashku me ndihmësit e tij Doriva dhe Ervin Bulku kanë zhvilluar gjatë kësaj jave një vizitë pune në Turqi me qëllim ndjekjen nga afër të disa futbollistëve të ekipit kombëtar që aktivizohen në kampionatin turk. Stafi teknik kuqezi ishte fillimisht i pranishëm në stadium për sfidën e Kupës së Turqisë mes Başakşehirit dhe Trabzonsporit. Gjatë kësaj ndeshjeje, trajneri Silvinho dhe bashkëpunëtorët e tij vëzhguan nga afër performancën e sulmuesit të kombëtares Ernest Muçi, i cili u aktivizua si titullar dhe qëndroi në fushën e lojës për të gjithë 90 minutat, duke dhënë gjithashtu 2 asiste në fitoren 4-2. Vizita e stafit vazhdoi dhe një ditë më pas ku ata ndoqën nga tribuna një tjetër përballje të kupës, atë mes Beshiktaşit dhe Rizesporit. Në këtë takim mes fushori Kristian Aslani u aktivizua për skuadrën bardezi duke hyrë në lojë nga stoli në minutën e 78, ndërkohë mes fushori tjetër i kombëtares Qazim Laçi, pjesë e Rizesporit, nuk u aktivizua dhe ndoqi takimin nga stoli. Pak ditë më parë, stafi teknik i kombëtares së Shqipërisë zhvilloi një vizitë pune në Itali në kuadër të monitorimit të futbollistëve kuqezi që aktivizohen në kampionatet europiane. Vëmendja kryesore ishte përqendruar te përballja Serie A mes Lazios dhe Atalantës, ku luajnë 2 nga shtyllat e përfaqësueses shqiptare, Elseit Hysaj dhe Berat Gjimshiti. Mbrojtësi shkodrani Lazios nuk po kalon një moment shumë pozitiv të skuadra e tij, ndërsa mësohet se takimi me stafit të kombëtares dhe futbollistit është zhvilluar disa ditë më parë në Tiranë. Ndërkohë me kapitenin Gjimshiti, stafi teknik ka zhvilluar një takim në Itali. Përtej ndjekjes së ndeshjes nga tribuna, përfaqësuesit e stafit teknik kanë zhvilluar dhe biseda të drejtpërdrejta me lojtarët. Gjatë këtyre takimeve janë diskutuar jo vetëm sfidat e muajit mars, por edhe forma dhe gjendja aktuale e futbollistëve në klubet e tyre. Kjo vizitë në Turqi është pjesë e strategjisë së stafit teknik të kombëtares për të monitoruar nga afër gjendjen dhe formën e lojtarëve shqiptar që aktivizohen jashtë vendit. Përmes kontakteve dhe vëzhgimeve në stadium, trajneri Silvinho synon të ketë një panoramë sa më të qartë mbi formën e futbollistëve përpara sfidave të ardhshme ndërkombëtare. Armando Broja është shumë pranë konfirmimit për të qenë mungesa e madhe e ndeshjeve play-off, duke qenë se për javësh është jashtë skuadrës së Burnleyt si shkak i dëmtimit të pësuar, i cili vazhdon të mbetet enigmë dhe ende nuk është e qartë se për çfarë dëmtimi bëhet fjalë.
Sakaj që jashtë vazhdon të jetë dhe Medon Berisha, i cili prej muajsh është i dëmtuar me Lecën, duke munguar për disa ndeshje dhe pritet që të rikthehet në fushë në javën e parë të muajit prill. Ndërkohë së fundmi dhe Simoni është raportuar i dëmtuar dhe nuk dihet se sa do të mungojë.